kushdo që pak e ka njoft e dim që ajo është mundu shumë me jetën, me punu shumë i adol krejt vetë, pasi që edhe forma që ai është rritë dhe është ngrit në karrierë gjithçka me mundin e vetë, po nuk du me besu edhe nuk e besaj edhe i hedhi poshtë me logjikën tem gjithë ato teori që ndoshta ai është mundu me mbyt në këtë rast gruën e vet, gjë që nuk e besoj e s'du me e besu. Thjesht më vjen shumë keq që mediat ose kushdo tjetër për pak tikime mundohet me përfitu prej këtij rasti. Po më vjen shumë keq se djala që i ri aq i talentuar me shku në kaq i ri prej jetës. Veprat e festimit kanë merituar gjithmonë, edhe talentin që ai e ka pas nuk ka me u shukur, gjithmonë ka me u kujtu. E tonë, si gazetare investigative, trajton shumë raste, edhe unë e pash një postim tonin që mesazhi jepi bisedave të fundit tua me festimin, fliste pak a shumë nashta për një vështirësi që e ka pas gjatë të jetës. Çka kuptove nga ai mesazh këtu me perifrazu, çka të lamu në kuptu biseda e fundit me ta? Si që edhe në mesazh, festimi tregon se nuk është tip që u marr asnjëherë me dikant tjetër pas me jetën e vet, edhe që është mundu shumë me siguru kafshatën e gojës për veti. Ka punu shumë edhe u mundu me ja dalë edhe unë mendoj që ja ka dalë shumë mirë vet. Një po vjen keq se një figurë, një talent si ai sot me degradu, pse ai nuk është gjallë edhe me gjithçka është pak e turpshme.